Në Kosovë, komandanti i forcave paqëruese të KFOR-it, Salvatore Farina, tha se luftëtarët e huaj në Siri dhe Irak janë sfidë për gjitha vendet demokratike dhe jo vetëm Kosovën. Ai bëri komentet në mbyllje të misionit të tij një vjeçar në Kosovë, duke e vlerësuar se operacionet për arrestimin e personave të dyshuar për përfshirje në luftrat në lindjen e mesme dëshmuan përkushtimin e Kosovës kundër kësaj dokurie. Të ndjekim nga Prishtina korespondentin Besim Abazi. Komandanti i forcave paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja, Salvatore Farina, tha të hënën se përfshirja e qytetarëve në luftrat në lindjen e mesme nuk është një dukuri e veçantë për Kosovën, por një sfidë me cilën po përballet e gjithë bota demokratike. Në një takim me gazetarë në përmbyllje të punës së tij në krye të forcave të KFOR-it, ai tha se arrestimi paraditshëm mbi 40 të dyshuarve për përfshirjen në luftrat në Siri dhe Irak paraqet një shenjë të mirë për dy arsye. First, the willingness of the leadership in Kosovo, Madam President, Prime Minister. E para paraqet vullnetin e udhëheqjes së Kosovës, zonës presidente, kryeministrit, ministrit të brendshëm e shefit policisë, dhe e dyta mënyrën shumë të efektshme të veprimit të policisë në një plan të ndërlikuar për të arrestuar të dyshuarit. Tash drejtësia do të bëjë punën e saj natyrisht. I believe that this is not now a threat for the future, so we cannot consider Kosovo absolutely a terrorist, this absolutely not. Mendoj se kjo nuk është një kërcënim për të ardhmen, pra nuk mund ta konsiderojmë Kosovën si vend terrorizmi, por natyrisht si çdo vend demokratik duhet sigurohemi që nuk do të ketë dhunë, që dhuna dhe terrorizmi duhet të dënohen, tha ai, duke nënvizuar se u takon edhe qytetarëve të Kosovës të bashkëpunojnë me institucionet dhe të thonë se kjo është e rrezikshme për vendin, rajonin dhe gjithë botën. Generali Farina tha se janë bërë përparimin e forcimin e Kosovës shumë etnike, paqësore e tolerante. I will add one great change since last year, that the north of Kosovo. Do të përmend një ndryshim të madh që nga viti i kaluar, veri i Kosovës po ecën drejt normalizimit dhe integrimit, tha generali Farina, duke nënvizuar se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që kanë hapur rrugën këtij normalizimi duhet të vazhdojnë. Sikundër që siç tha ai, edhe mekanizmat ndërkombëtar përfshin NATO-n dhe Bashkimin Evropian duhet kujdesen për integrimin e Kosovës dhe rajonin e Ballkanit. Ai tha se KFOR-i do të vazhdojë pranimin e tij në Kosovë dhe aktualisht nuk ka plane shkurtimesh me gjithë krizat në vende tjera të botës. Aktualisht mbi 5000 trupa të NATO-s shërbejnë në Kosovë, ku 15 vjet më parë që në vendosur mbi 50.000 trupa duke dhënë fund luftës gati 2 vjeçare ndërmjet forcave serbe dhe kryengrizit të ushtrisë qendrore të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.